Në kuadër të zgjedhjeve të pjesshme vendore që do të mbajnë më 9 nëntor në Vlorë janë publikuar listat e zgjedhësve. Dokumentet janë firmosur nga kryetari i bashkisë Elisa Lili dhe tashmë janë shpërndarë në të gjitha qendrat e votimit. Çdo qytetar i Vlorës ka mundësi të verifikojë emrin e tij në listat e afishuara fizikisht në ambientet e qendrave të votimit, por për më shumë lehtësi verifikimi mund të bëhet edhe në mënyrë elektronike përmes portalit Zyrtari Albania, ku çdo përdorues mund të kontrollojë jo vetëm nëse është pjesë e listës, por edhe vendodhjen e qendrës së tij të votimit. Sipas burimeve zyrtare nga Zyra e Gjendjes Civile në Vlorë, listat e këtij procesi zgjedhor nuk kanë ndryshime të mëdha krahasuar me ato të zgjedhjeve të përgjithshme të mbajtura më 11 maj. Kjo tregon për një vazhdimësi në përbërjen e listave, ndonse ndonjë ndryshim minimal është i pritshëm për shkak të lëvizjeve të brendshme të popullsisë dhe ndryshimeve në regjistrat e gjendjes civile. Duke qenë se bëhet fjalë për një proces të pjesshëm dhe me afate të shkurtra kohore, autoritetet kanë përtëditur se do të kenë në dispozicion vetëm një ekstrakt të listës së zgjedhësve, i cili do të shërbejë si bazë për procesin e votimit. Megjithatë, qytetarët nuk duhet të presin momentet e fundit, por të kontrollojnë sa më parë emrin në listë në mënyrë që të shmangin çdo problem apo paqartësi ditën e votimit. Publikohen listat e zgjedhjeve në të gjitha qendrat e votimit për sa i përket zgjedhjeve të pjesshme vendore të 9 nëntorit. Listat e afishuara janë firmosur nga kryebashkiaku Elisa Lili, ndërsa çdo kush do të mund të vit verifikojë emrin e tyre në listë, pikërisht në këto lista që do të jenë vetëm një herë të afishuara. Duke qenë se janë zgjedhje të pjesshme, nuk do të ketë disa ekstrakte të listave zgjedhore, por do të jetë vetëm një ekstrakt i cili sapo është afishuar në qendrat e votimit. Në një pjesë të tyre vijon ende puna për afishim, ndërsa brenda kësaj jave pritet të përfundojë i gjithë ky proces. Nisur edhe nga zgjedhjet më të afërta të këtij viti, të 11 majit për Kuvendin e Shqipërisë, vlen të theksohet se Bashkia e Vlorës ka në total 232 qendra votimi, ndërsa votues regjistruar për zgjedhjet e 11 majit ishin 160.424, ndërsa qendrat e votimit në rang rrethi 309 qendra votimi dhe votues rrethit regjistruar në zgjedhjet e 11 majit ishin 206.902.